Ne kemi gjithë dokumentat, organi akuzës fakton se është seksioni i Partisë Socialiste, po ne kemi aq dokumenta për këto patronazhistët të nxjerra nga vetë kompjuterët e tyre. Po, nga laptopet, këto laptopet janë bërë problem. I kemi, do ja u paraqesim. Po, dhe në qoftë se njerëz pa përgjegjshëm prokurorinë e Tiranës mbyllin syt, bota nuk mbyll syt. Shqiptarët nuk mbyllin syt. Luftëtarët e lirisë nuk mbyllin syt. Luftëtarët e votës lirë nuk mbyllin syt. Kur? I kemi dhe i kemi tani të saporgjeni nga laptopet. Po, laptopi humbet në herë, ju e dini vetë. Laptopi humbur ka bërë problem historik. Doj pristi, mos u ngut. Pristi, ne jemi këtu për të paraqit dokumenta, për të faktuar me vendosmërinë më të madhe, seriozitetin më të madh, farsën e 11 majit. Dhe me këtë rast, paralajmëroj Ilerian Celibashi të dorëzoj çdo dokument që kërkohet në përputhje me ligjin dhe të hedh poshtë qëndrimin e turpshëm për mercenari të Ilir Usmailit, një figurë e zhveshur nga çdo lloj norme dhe standardi njerëzor. Një shërbëtor pas një parim që ka votuar djetë mos u japin proces verbalet e qendrave të votimit kandidatëve apo Partisë Demokratike për Kuksin. Ku kemi fituar? Dëgjoni, ku kemi fituar? Proces verbalet. Edi Rama që s'kërkoj dot një proces verbal kur në 2009, u kujtua pas 4 muaj pas zgjedhjet hap kutit, thoshte. Këta s'japin proces verbale, dje një sfaqato, një mercenar pa asnjë lloj norme morale njerëzore bllokon proces verbale të kërkuara nga komisionerët. Dhe kjo nuk është detyrë e tij, është detyrë e Ilerian Celibashit. S'ka punë kërkues me ato i jep ligji. E morët ju vesh, në qarkun që ne kemi fituar, nuk u dhanë proces verbalet. E verifikova se njërë thashë se është e pamundur. Por Edi Rama i çon tek ai i çon tek njëri që zbaton çdo lloj urdhri. Një turp njerëzor. Dhe vendos që nuk mund të merri proces verbale se i kanë komisioner. Të komisionerve janë s'janë, por se zyrtare janë ato që janë dorëzuar aty. E kuptoni si duan ta bëjnë procesin? Pra Edi Rama nga një anë urdhëron kandidatët e tij që të mos kërkojnë në asnjë mënyrë hapje kutish. Nga ana tjetër urdhëron një çfarë mund t'i thuash se çdo epitet po s'duhet prish gojë mund t'i vesh Rusmailit, që të mos jap proces verbale. I kërkoi Ilerian Celibashit me urgjencë të dorëzoj proces verbalet, kur kërkohen në përputhje me ligjin. Asnjë vendim nuk mund të pengoj marrjen e proces verbale gjatë procesit ankimor. Ky është procesi ankimor. A mund të imagjinoni ju pra një shtet, narkoshtet të tërë, të mobilizuar se si të fshe farsë elektorale. Këta kanë frikë nga dokumentat edhe aty ku kemi fituar ne. Sepse këta kanë bërë çdo gjë.
Dhe ato në Kuks, unë zdi se kush i ka kërkuar një kandidat mos gabot i mbështetur nga se çdo kandidat do mbështetet për kërkesat. Nuk ka diskutim. Ne jemi për transparencë, pavarësisht se çfarë mendon Partia Demokratike apo Sali Berisha se ky kandidat që ka këtë pretendim ka të drejtë apo s'ka të drejtë, do të prevalojë drejta e tij për të kërkuar transparencë. Jo mendimi im apo mendimi i një drejtuesi tjetër që e mor lere se kjo kështu e kjo është. Jo, do shkosh shifi. Është normale. Dhe aty nuk e di në rast e Kuksit, nuk kam qartë e kërkoj kandidat apo vetë partia. Por ai ka votuar për të mos dhënë proces verbale të qendrave të votimit dhe të komisionëve të numërimit. E kuptoni se çfarë mund të se s'do të shoj gojnë për t'i dhënë atë që meriton. Këta janë, urdhoni.